Ai thot se nuk dëshiron një lidhje serioze, por nuk mund të lërë. Ti tashmë e ke kuptuar modelin. Ai zhduket, pastaj papritur të shkruan sikur asgjë të mos ketë ndodhur. Ai thot, nuk jam gati për një lidhje, por gjithmonë kthehet. Dhe çdo herë, zemra jote qahet pak nga pak. Një pjesë e jotja dëshiron të besoj se këtë herë do të jetë ndryshe. Pjesa tjetër e di se po ecën përsëri zbathur mbi qelç të thyrë. Ajo që nuk e di është se ekziston një rrugë e fshehtë, që Carl Jung e zbuloi në psikologjinë mashkullore, një sekret që ndryshon të gjithë lojën. Sot do të zbuloj diçka që do ta ndryshoj përgjithmonë mënyrën si e sheh këtë burr që nuk do të lidhet, por as nuk mund të lërë. Neuroshkenca ka zbuluar kohët e fundit se çfarë ndodh në trurin mashkullor kur ai thotë, nuk dua diçka serioze, por dua të shoh. Ky kontradikt ka një shkak të rrënjosur thellë në nënvetdijen e tij. Ti je mbërthyer në këtë rreth vicioz, sepse nuk e njeh kodin e fshehtë që zbulon se çfarë ai ndjen vërtet. Shumica e grave bëjnë një gabim vendimtar në këtë moment, zgjedhin rrugën e frikës, të kërkesave, të heshtjes së dëshpëruar dhe largojnë pikërisht atë që dëshirojnë më shumë. Por ti nuk je si shumica. Diçka brenda teje e ka ditur prej kohësh se ekziston një rrugë tjetër. Prandaj je këtu tani. E ndjen se në këtë situatë fshihet një e vërtetë, apo jo? Një e vërtetë që shkon përtej fjalëve të tij. Trupi i tij tregon një histori krejt tjetër. Energjia mes jush përshpërit sekrete që mendja e tij përpiqet me dëshpërim t'i mohojë. Ajo që do të tregoj tani është dije e lashtë dhe përputhet në mënyrë të përkryer me zbulimet më të fundit mbi trurin mashkullor. Kjo dije është aq e fuqishme sa mund të ndryshojë dinamikën mes jush, pa e kuptuar fare ai se çfarë po ndodh. Ekziston një arsye e thellë pse ai nuk mund të shkëputet nga ti, megjithse thotë se nuk dëshiron lidhje. Dhe kur ta kuptosh këtë arsye, do të hapet për ty një rrugë e re, një rrugë kur i fiton forcën tënde të brendshme. Një rrugë ku nuk do të vuash më në pasiguri. Carl Jung, psikologu i famshëm, zbuloi se një burr që thotë, nuk dua diçka të qëndrueshme, por dua të shoh, përjeton një ndarje të thellë brenda psikes së tij. Dhe pikërisht në këtë ndarje të brendshme qëndron potenciali i tij për transformim. Ajo që po të tregoj tani nuk është për këdo. Është dije për gra që janë gati të shkojnë përtej lojës së zakonshme të dashurisë dhe të arrijnë në një nivel më të thellë kuptimi. Pyetja është, a je gati të shohësh përtej velos së iluzionit? A je gati të kuptosh çfarë ndodh vërtet kur ai thot këto fjalë kontradiktore? Nëse po, përgatitu sepse ajo që vjen tani do të ndryshojë gjithçka. Para se të ecim më tej në këtë rrugë njohurie, të kërkoj diçka të fuqishme, shkruaj tani fjalën e vërteta në komente. Kjo nuk është një gjest i thjesht, është një mesazh për universin se je gati të pranosh këtë dije. Kur shkruan e vërteta, aktivizon diçka brenda vetes. I thua në vetdijes tënde se je gati të shohësh përtej fasadës. Bëje tani, shkruaj e vërteta dhe vazhdo më tej. Ajo që vjen tani do të zbuloj modelet e padukshme që ju mbajnë të dy të kapur në këtë vallëzim të pafund dhe se si mund të marrësh më në fund kontrollin mbi këtë situatë. A e ke ndier ndonjëherë atë tension, kur ai thotë se nuk do një lidhje, por prapë kërkon të takohet? Ato çaste pejzull, kur zemra të rre më shpejt, kur intuita të thotë se pas fjalëve të tij fshihet diçka më shumë? Ky është momenti kur e dukshmja takohet me të padukshmen e vetëdijshmja me nënvetëdijshmen. Jung zbuloi diçka mahnitse për psiken mashkullore. Kur një burr thotë, nuk dua diçka serioze, një pjesë e tij vërtet e beson këtë. Ky është unë i tij i vetëdijshëm, pjesa që ka frikë të humbas lirinë, që ka frikë nga lidhja. Por ekziston edhe një pjesë tjetër më e thellë, që e shtyn gjithmonë të kthehet tek ti. Neuroshkenca ka treguar se truri mashkullor lëshon oksitocin, hormonin e lidhjes, kur ndodhet pranë një gruaje ndaj së cilës ndjen tërheqje. Ky hormon krijon një nevojë fizike për afërsi në kundërshtim me atë që thot mendja e tij. Prandaj duket kaq kontradiktor sepse është brenda tij zhvillohet një betejë e qetë mes asaj që mendon se dëshiron dhe asaj që trupi e shpirti i tij kërkojnë në të vërtetë.
Dhe pikërisht në këtë betejë të brendshme ti ke më shumë fuqi se sa mund të imagjinosh. Ke dëgjuar ndonjëherë për teorinë e Jungut mbi animën? Ajo përshkruan energjinë femërore që ekziston brenda çdo burri. Është ajo pjesë e tij që kërkon afërsi, intimitet dhe lidhje me femëroren. Kur një burr takon një grua që zgjon animën e tij, ai ndjen një thirrje të thellë, iracionale. Është sikur t'i vësh përballë një pasqyrë që i tregon një anë të vetes që ka qenë e fshehur deri tani, një anë që as ai vetë nuk e njeh. Dhe pikërisht kjo e frikson më shumë, sepse të zbuloj këtë pjesë do të thotë të përballet me ndjeshmëritë e veta, do të thotë të ballafaqohet me frika të lashta, të rrënjosura në anën mashkullore, frika se do të përpihet nga femëroria, frika se do të humbas identitetin, frika se nuk është mjaftueshëm i mirë. Këto frikëra nuk janë racionale, janë arkaike. Ato vijnë nga një kohë kur mbijetesa mashkullore varej nga autonomia dhe forca. Kur ai thotë se nuk dëshiron një lidhje të qëndrueshme, por prapë dëshiron të shohë, ajo është jehona e atyre frikërave të lashta. Nuk ka të bëjë me ty. Nuk ka pasur kur të bëj me ty, ka të bëj me luftën e brendshme që ai përjeton. Shumica e grave reagojnë ndaj deklaratave të tilla me dhimbje dhe zhgënjim. Përpiqen ta bindin, duan t'i dëshmojnë vlerën e tyre ose tërhiqen plotësisht të bindura se nuk janë të mjaftueshme. Por të gjitha këto reagime burojnë nga i njëjti burim, nga keqkuptimi i asaj që po ndodh në të vërtetë. Kur reagon me frikë ose tërheqje, vetëm sa i konfirmon frikërat e tij më të thella. Ti bëhesh ajo prej së cilës ai ka frikë, një kërcënim për lirinë e tij, ose dikush që do ta lërë pikërisht kur ai ka më shumë nevojë për ty. Një rreth vicioz që ju mban të dy të bllokuar në një model dhimbjeje. Por ekziston një rrugë tjetër, një rrugë që Jung e zbuloi teksa studionte fetë e lashta dhe ritualet e shenjta të bashkimit. Priftëreshat e lashta e njihnin fuqinë e polaritetit. Ato dinin si të vallëzonin me energjinë mashkullore, pa u përpjekur ta kontrollonin apo t'i shmangeshin asaj. Ato e kuptonin se sekreti nuk qëndron në luftën kundër natyrës mashkullore, por në nderimin e saj, ndërsa mbetesh e rrënjosur thellë në esencën tënde femërore. Dhe neuroshkenca moderne e konfirmon këtë dije të lashtë. Kur një grua qëndron në qendrën e saj pa u zhytur në frikë apo tërheqje, ajo krijon një hapësirë të sigurt, ku burri mund të eksplorojë ndjeshmërinë e vet. A e ke vënë re se ai në disa momente bëhet më i hapur, më i lidhur me ty? Ato çaste të rralla kur muret e tij mbrojtëse bien dhe ti sheh diçka më të thellë në sytë e tij, në ato momente ti bëhesh dëshmitare e shpirtit të tij që zgjohet. Ti sheh përtej maskës që ai i tregon botës. Dhe pikërisht aty qëndron fuqia e tij e vërtetë. Jo në ndryshimin e fjalëve të tij, jo në përpjekjen për ta bindur për vlerën tënde, por në të qenit ajo që sheh më thellë, ajo që njeh ndarjen e tij të brendshme. Jung shkroi një herë, takimi i dy personaliteteve është si kontakti i dy substancave kimike. Nëse ndodh një reagim, të dy transformohen. Ky transformim nuk ndodh përmes fjalëve apo argumenteve. Ai ndodh në nivel energjik, në hapësirën e shenjtë midis jush. Prandaj kjo dije është kaq e fuqishme. Ajo vepron përtej mendjes së vetëdijshme, përtej mekanizmave të tij të mbrojtjes së brendshme. Ajo vepron drejt për drejt mbi atë pjesë të tij që tashmë e ndjen lidhjen me ty, që tashmë e di se midis jush ka diçka të veçantë. Kjo pjesë është ajo që e kthen gjithmonë pas edhe kur vetëdia e tij thërret, nuk dua lidhje. Mendo pak, nëse ai vërtet nuk do të kishte interes për ty, do të ishte zhdukur prej kohësh. Burrat janë të thjeshtë në këtë aspekt. Kur nuk janë të interesuar, nuk qëndrojnë pranë teje. Fakti që ai gjithmonë kthehet, që dëshiron të shohë, është tashmë një rrëfim i heshtur se diçka brenda tij është thellësisht e lidhur me ty. Pyetja tani është, si reagon ndaj këtij rrëfimi të heshtur? Si e nderon atë pjesë të tij që dëshiron të zhvillohet ndërsa në të njëjtën kohë respekton dëshirat dhe nevojat e tua? Si krijon hapësirë për këtë transformim, pa presion, pa përpjekje, pa humbur shkëlqimin tënd të brendshëm?
Përgjigjja qëndron në atë që Jung e quajti ballafaqim me hijen, jo hijen tënde, jo hijen e tij, por hijen që ekziston midis jush, frikat e pathëna, pritjet e papërshprehura, dëshirat e fshehura. Kur mëson të lëvizësh në këtë hapësirë të hijes me hir dhe mençuri, nuk bëhesh vetëm e parezistueshme për të, por edhe për veten tënde, sepse ky proces shkon përtej fitimit të zemrës së ti. Ka të bëjë me rikthimin e sovranitetit tënd emocional. Ka të bëjë me çlirimin nga rrethi i frikës dhe zhgënjimit që të ka lodhur dhe të ka zbehur dritën e brendshme. Ka të bëjë me rikujtimin se kush je në të vërtetë, një grua me fuqinë për të transformuar jo përmes presionit apo manipulimit, por përmes pranisë dhe kuptimit të thellë. Një grua që nuk ka nevojë për miratime të jashtme, sepse njeh vlerën e vet. Një grua që i kupton sekretet e zemrës mashkullore më mirë se ai vetë. Kjo është gruaja që ai kërkon në mënyrë të pavetëdijshme, sa herë që kthehet tek ti. Kjo grua ka fuqinë ta shndërrojë, nuk dua diçka serioze, në diçka më të thellë dhe kuptim plot. Dhe pikërisht kjo grua, pavarësisht se si përfundon me të, do ta gjejë rrugën drejt dashurisë që vërtet e meriton. Kur një burr thotë se nuk dëshiron një lidhje të qëndrueshme, por vazhdon të kërkojë, ai pa e ditur po kërkon të transformohet. Po e përsëris, sepse është thelbësore, ai po kërkon të transformohet. Jo me fjalë, jo me vetdije, por në një nivel të thellë arketipik, ai kërkon diçka që mund ta gjejë vetëm përmes këtij paradoksi të dukshëm. Jung zbuloi se rruga drejt individualizimit drejt tërësisë shpesh kalon përmes forcave kontradiktore që duken të papajtueshme. Pikërisht në këto kontradikta ndodh rritja. Është në hapësirën midis të kundërtave ku ndodh alkimia e transformimit. Dhe pikërisht kjo ndodh kur ai thotë, nuk dua diçka serioze, por dua të shoh. Ai qëndron në pragun midis frikës dhe dëshirës, midis së kaluarës dhe së ardhmes, midis djalit dhe burrit. Neuroshkenca na tregon se truri mashkullor është i programuar për të eksploruar territorin e panjohur për të kaluar kufijtë e sigurisë. Ky është një model i lashtë nga kohët kur burrat ishin gjuetar dhe zbulues. Në të njëjtën kohë, truri mashkullor është gjithashtu i programuar për siguri për nevojën e lidhjes, të kthimit në shtëpi, të pranimit. Ai dëshiron të pritet me atë që ka sjell. Këto dy programe duken kontradiktore dhe janë, por në të njëjtën kohë janë plotësuese. Prandaj ai largohet dhe kthehet përsëri. Prandaj ai thotë se nuk dëshiron një lidhje, por gjithsesi kërkon afërsinë tënde. Ai përpiqet të bashkojë këto dy anë brenda vetes. Dhe ti pa e ditur je bërë fusha e shenjtë ku kjo integrim mund të ndodhë. Por tani vjen zbulimi më i fuqishëm, ti nuk duhet të jesh pasive në këtë proces. Nuk ke pse të presësh derisa ai të sqarojë konfuzionin e tij të brendshëm që të marrësh atë që dëshiron. Ti mund të krijosh në mënyrë aktive hapësirën ku kjo shndërrim mund të ndodhë ndërkohë që ruan qartë kufijtë dhe dëshirat e tua. Si, përmes asaj që unë e quaj prania magnetike, një gjendje qenieje që bashkon pranueshmërinë femërore me qartësi të palëkundur. Kur je në këtë gjendje, ndodh kjo. Së pari, ti sheh përtej fjalëve të tij. E kupton se nuk dua diçka serioze, është vetëm zëri i frikës, jo e gjithë e vërteta. Së dyti, ti nderon dëshirat e tua pa turp dhe pa justifikime. Ti e di çfarë do dhe e komunikon atë, jo përmes ultimatumesh apo manipulimesh, por përmes autenticitetit të qetë. Së treti, ti krijon një fushë energjetike midis jush, në të cilën transformimi mund të ndodhë natyrshëm pa detyrim. Një hapësirë ku ai mund të eksplorojë ndjeshmërinë e tij, pa u ndier i kërcënuar apo i gjykuar. Dhe së katërti, dhe kjo është thelbësore, ti mbetesh plotësisht e shkëputur nga rezultati. Ky pikë e fundit është më e vështira për shumë gra, sepse ne jemi kushtëzuar ta lidhim ndjenjen e vetvlerës me përfundimin e marrëdhënieve romantike. Por pikërisht kjo shkëputje krijon hapësirën për mrekullinë. Kur nuk përpiqesh me dëshpërim ta kthesh, nuk dua diçka serioze në një lidhje, bëhesh paradoksalisht më e fuqishme. Ti bëhesh mishërimi i shenjtë i femërores që nuk ndjek por tërheq.
Kjo është ajo që në tekstet e lashta tantrike quhej Shakti, energjia krijuese femërore që nuk detyron, por fton, që nuk kërkon, por frymëzon, që nuk ndjek, por magnetizon. Dhe pikërisht kjo cilësi e Shaktit zgjon në burr kundërpeshën e tij natyrore, shivën mashkulloren e vetëdijshme që di si të dorëzohet pa humbur veten. Në praktik, kjo do të thotë, kur ai thotë, nuk dua diçka serioze, por dua të shoh, ti nuk përgjigjesh me frikë apo hidhërim, por me qartësi të qetë. E kuptoj që aktualisht nuk kërkon një lidhje të qëndrueshme. Edhe unë e vlerësoj lidhjen tonë dhe njëkohësisht jam një grua që dëshiron një marrëdhënie të angazhuar afatgjallë. Jam e hapur ta eksploroj këtë lidhje pa presion, por nuk e mbyll veten ndaj mundësive të tjera që janë më në përputhje me dëshirat e mia afatgjata. Kjo përgjigje krijon 3 efekte të fuqishme. Së pari, tregon se e ke dëgjuar dhe e respekton qëndrimin e tij, kjo krijon siguri. Së dyti, komunikon qartë dëshirat e tua pa I varur ato nga ai, kjo gjeneron respekt. Dhe së treti, bën të qartë se ti je ajo që vendos për jetën dhe zgjedhjet e tua. Kjo të bën joshëse, sepse ja e vërteta që e konfirmon neuroshkenca. Truri mashkullor është biologjikisht I programuar të tërhiqet nga gratë që përfaqësojnë një sfidë të denjë, jo në kuptimin e lojrave apo manipulimit, por si një madhështi e brendshme që ai duhet ta fitojë përmes rritjes personale. Kur paraqitesh si një grua që di çfarë do dhe nuk pranon më pak, aktivizon në trurin e tij modele arkaike të kërkimit dhe pushtimit. Nuk bëhesh prej lehtë apo fortesë e paarritshme, por një çmim I çmuar, për të cilin ai duhet të bëhet versioni më I mirë I vetvetes. Dhe këtu qëndron sekreti I fundit, më I thellë thelbi I asaj që Jung zbuloi në studimet e tij mbi mitet e transformimit. Kur një burr takon një grua që njeh si madhështinë ashtu edhe hijen e tij dhe megjithatë qëndron e palkundur në praninë e saj, ai nuk gjen vetëm dashuri, por një rrugë drejt shtëpisë. Një rrugë drejt atyre pjesëve të vetes që I ka mohuar. Një rrugë drejt tërësisë, të cilën në vetdia e tij e kërkon me dëshpërim. Ky është dhurata më e çmuar që mund t'i japësh, jo vetëm dashurinë tënde, por pasqyrën përmes së cilës ai mund ta rizbulojë zemrën e vet. Kur e bën këtë, nuk dua diçka serioze, fillon të shkrihet vetvetiu. Jo sepse e luftove, por sepse krijove kushtet në të cilat ai e kupton vetë se çfarë do në të vërtetë. Dhe shpesh ai zbulon se lidhja nga e cila kishte frikë nuk është një burg, por një derë drejt një lirie më të thellë. Një lirie që mund të gjendet vetëm në lidhje të vërtetë. Mbaje mend, detyra jote nuk është ta bindësh për përkushtim. Detyra jote është të krijosh hapësirën në të cilën ai vetë e kupton se lidhja e duhur nuk është humbje, por fitim I paçmueshëm. Kur e bën këtë, ti nuk transformon vetëm marrëdhënien, por merr pjesë në një proces alkimik që ju ndryshon të dyve. Pavarësisht se si përfundon historia me këtë burr, ti do ta kesh rimarr fuqinë tënde si grua. Do ta kesh kujtuar se vlera jote nuk varet nga pranimi apo lidhja me dikë tjetër. Ky është fitoria e vërtetë, jo të manipulosh dikë që të dëshirojë atë që ti do, por të qëndrosh aq fort në të vërtetën tënde, saqë natyrshëm tërheq përvoja që pasqyrojnë vlerën tënde reale. Kjo është furtësia që zbuloi Jung. Kjo është shkenca që e konfirmon neuroshkenca. Dhe kjo është arti që gratë e mençura e kanë praktikuar për mijëra vjet. Ajo që të kam zbuluar këtu nuk është thjesht një strategji. Është një ndryshim I plot paradigme, një mënyrë e re e të qenit në praninë e një burri që është I ndarë mes dëshirës dhe frikës. Tani le të hulumtojmë më thellë se çfarë do të thotë ky kuptim për jetën tënde, për zemrën tënde dhe për të ardhmen tënde. Sepse kur mishëron praninë magnetike dhe e njeh të vërtetën pas fjalëve, nuk dua diçka serioze, por dua të shoh, ti nuk transformon vetëm një situatë të vetme. Ti transformon marrëdhënien tënde me dashurinë vetë. Mendo për të gjitha herët kur ke vuajtur për shkak të një burri që nuk mundej apo nuk donte të lidhej. Kujto netët pa gjumë, lotët, energjinë jetësore që ke shpenzuar duke u përpjekur të kuptosh çfarë nuk ishte në rregull me ty. Tani imagjino ta lëshosh gjithë atë dhimbje.
Imagjino ta kuptosh psiken mashkullore aq thellë, sa që fjalët dhe veprimet e tij të mos kenë më fuqinë të trondisin në thelb. Ky është dhurata e kësaj urtësie. Kur kupton se nuk dua diçka serioze, është vetëm zëri i frikës së tij dhe jo një gjykim për vlerën ose tërheqjen tënde, atëherë ti rimer fuqinë që ja kishe dorëzuar. Ti pushon së interpretuari veprimet e tij si pasqyrë të vlerës tënde. Dhe fillon të kuptosh, sjellja e tij pasqyron udhëtimin e tij të brendshëm, plagët e tij, frikërat e tij. Ky ndryshim perspektive është thellësisht çlironjës. Papritur nuk je më e varur nga vendimet e dikujt tjetër. Nuk pret më që ai të ndryshojë për të qenë e lumtur. Ti bëhesh autorja e përvojës tënde. Dhe këtu qëndron paradoksi i mrekullueshëm. Kur merr përgjegjësinë për lumturinë dhe mirëqenien tënde, bëhesh magnetikisht tërheqëse jo vetëm për të, por për çdo formë bollku dhe dashurie. Sepse energjia që rrezaton kur je e qëndruar në vlerën tënde është e parezistueshme. Është energjia e asaj gruaje që Jung e quajti Sofia, mishërimi i urtësisë femërore, që nuk ka nevojë të dëshmojë vlerën e saj, sepse e njeh atë në thellësi. Në praktik, kjo do të thotë se kur takon një burr që thotë, nuk dua diçka serioze, por dua të shoh, ke tre zgjedhje të fuqishme. Së pari, mund ta pranosh situatën ashtu siç është pa pritur që të ndryshojë dhe të gjesh gëzim dhe rritje personale brenda përvojës vet, me vetdijen se po e zgjedh atë me ndërgjegje. Së dyti, mund të vendosësh një kufi të qartë dhe dashamirës, duke shprehur se dëshiron një lidhje me potencial për rritje dhe përkushtim dhe se megjithse e vlerëson lidhjen me të, zgjedh të hapësh hapësirë për dikë që është më në harmoni me dëshirat e tua afatgjata. Së treti, mund të krijosh me vetdije hapësirën transformuese për të cilën folëm më parë, pa u kapur pas tij dhe pa u tërhequr, por duke qëndruar e pranishme, me qartësi të plot për atë që dëshiron, ndërkohë që i lejon atij të ndjek udhëtimin e vet drejt qartësisë. Secila prej këtyre zgjedhjeve është e fuqishme sepse buron nga sovraniteti emocional. Asnjëra nuk bazohet në frikë apo mungesë. Dhe ky është transformimi i vërtet, kalimi nga reagimi i frikës në veprim të vetëdijshëm që buron nga urtësia. Kur e bën këtë kalim, ndodh diçka e jashtëzakonshme. Energjia midis jush ndryshon. Vallëzimi ndryshon. Ai e ndjen edhe nëse nuk mund ta shprehë me fjalë se diçka ka ndryshuar. Se ti nuk luan më sipas modeleve të vjetra. Se ti po vepron në një nivel tjetër të vetdijes. Dhe me që njerëzit tërhiqen në mënyrë natyrale drejt niveleve më të larta të vetdijes, asaj që Jung e quante vetdije e zgjeruar, ai ndjen një tërheqje të pashpjegueshme më të fortë ndaj teje. Jo sepse po përdor taktika apo lojra, por sepse po vibron në një frekuencë që rezonon me pjesën e tij që dëshiron gjithashtu rritje dhe transformim. Prandaj shumë gra tregojnë se burri pa pritur është rikthyer në jetën e tyre, shpesh me një hapje të re ndaj përkushtimit, pikërisht në momentin kur ato kishin lëshuar varësinë emocionale. Kjo nuk është magji, kjo është psikologji e thellë e konfirmuar nga neuroshkenca. Kur e liron energjinë e frikës dhe lidhjes pas, hap hapësirë për mundësi të reja. Ti e thyen ciklin e ndjekjes dhe shmangjes në të cilin shumë çifte mbeten të kapur. Por dhe kjo është thelbësore, edhe nëse ai nuk kthehet apo nuk ndryshon, ti përsëri fiton. Sepse ti fiton fuqinë tënde jetësore, paqen e brendshme dhe besimin në intuitën e urtësinë tënde. Dhe këto janë thesaret e vërteta që askush s'mund të t'i marrë. Me këto thesare brenda teje do të tërheqësh natyrshëm përvoja dhe marrëdhënie që pasqyrojnë vlerën tënde të vërtetë, që nderojnë dëshirat e tua dhe që kontribuojnë në rritjen tënde në vend që të shterojnë energjinë. Ky është fitoria e vërtetë që Carl Jung e zbuloi në studimet e tij mbi transformimin psikik. Nuk ka të bëjë me ndryshimin e tjetrit, por me të qenit aq e plot në vetvete, sa që tërheq në mënyrë natyrale plotësime, jo zëvendësime për atë që mungon. Imagjino si do të ishte të jetoje kështu, pa frikën e vazhdueshme për atë që ai mendon apo ndjen, pa luhatjet emocionale mes shpresës dhe dëshpërimit, kur ai shfaqet e zhduket sërish.
Imagjino sa shumë energji do të çlirohej për ëndrat e tua, për projektet e tua, për qëllimin tënd jetësor. Ky është dhurata që ja bën vetes, kur e kupton me të vërtet dinamikën e nuk dua diçka serioze, por dua të shoh, dhe kur nuk reagon më me modelet e vjetra të lidhjes me frikë ose të shmangjes, por me vetdijen e re të pranisë magnetike. Neuroshkenca na tregon, kur i lëshojmë modelet emocionale që burojnë nga frika, truri ynë krijon fjalë për fjalë lidhje të reja nervore. Fillojmë të jetojmë nga një hapësirë e re e brendshme. Marrim vendime të tjera, tërheqim përvoja të tjera. Është një transformim biologjik, po aq sa edhe psikologjik, dhe megjithse fillon në marrëdhënien tënde me këtë burr të caktuar, ajo gradualisht përshkon të gjitha fushat e jetës tënde. Fillon ta shohësh punën, miqësitë, shëndetin dhe financat me të njëjtën qartësi dhe sovranitet. Bëhesh një grua që e njeh vlerën e vet në çdo fushë të jetës, jo vetëm në dashuri. Një grua që di kur të thotë po ndaj asaj që ushqen shpirtin e saj dhe jo ndaj asaj që ja zbe dritën. Një grua që kupton fuqinë e polaritetit të shenjtë midis mashkullit dhe femrës dhe di si të vallëzojë me këtë energji pa e humbur veten. Kjo është gruaja që Jung e ndjente në studimet e tij mbi arketipet femërore nëpër kultura dhe histori. Dhe kjo është gruaja për të cilën neuroshkenca konfirmon se vepron nga një gjendje e integruar e trurit ku intuita dhe racionaliteti punojnë në harmoni, jo në konflikt. Kjo është gruaja për të cilën çdo qelis brenda të jetashme e di se mund të jesh. Dhe pikërisht për këtë arsye ky kuptim mbi nuk dua diçka serioze, por dua të shoh është kaq thellësisht domethënës, sepse nuk ka të bëjë thjesht me fitimin e një lloji dashurie, por me rikthimin tek vetja. Një krijuese, një transformuese, një bartëse urtësie. Një grua që kupton se dashuria e vërtet nuk lind nga kapja apo ndjekja, por nga të qenit aq shumë vetvetja, sa ata që janë në rezonancë me frekuencën tënde tërhiqen natyrshëm në orbitën tënde. Dhe ata që ende nuk janë gati për këtë rezonancë, largohen vetvetiu nga jeta jote, pa dram, pa luftë, vetëm me qetësinë e dijes se rrugët ndonjëherë ndahen përkohësisht. Kjo është liria më e lartë, liria për të qenë vetvetja dhe për t'u lejuar të tjerëve të jenë vetvetja. Me besimin se përputhja e vërtet nuk ndodh përmes detyrimit, por përmes tërheqjes magnetike. Kështu fiton ti, pavarësisht se si zhvillohet historia me këtë burr. Kështu e pranon dhuratën e fshehur brenda paradoksit të fjalëve të tij. Dhe kështu e nderon urtësinë e Jungut dhe zbulimet e shkencës moderne që konfirmojnë atë që gratë e mençura e kanë ditur gjithmonë. Rruga për t'u bërë vërtet e parezistueshme fillon me dashurinë ndaj vetes të plot, pa kushte, pa përjashtime. Nëse këto fjalë prekën diçka në shpirtin tënd, nëse e gjete veten në këto rreshta, mos e mbaj këtë dije vetëm për vete. Ndaje me një motër, me një majk, me çdo grua që po kalon një situatë të ngjashme. Sepse dhimbja që lind nga moskuptimi i psikes mashkullore është e shmangshme. Dhe së bashku mund ta ngrem vetdijen kolektive për mënyrën si krijohen marrëdhënie që ushqejnë jo që shterojnë. Dhe nëse dëshiron të thellohesh më shumë në artin e pranisë magnetike dhe tërheqjes mashkullore, shiko videon tjetër që shfaqet tani në ekran.